Data 16 gusht vjen me njëherë pas bashkimit të Mërkurit me Jupiterin në Luan. Prandaj atmosfera vazhdon të jetë ashtu siç ka qenë, me mundësit, me entuziazëm, me punë, karrierë dhe ndikime të mëdha. Përgatituni për javën që vjen. Kemi një mundësi shumë të mirë, sepse zhvillimi dhe rëndësia mbi atë çka është dhe qëndrueshmëria është ndikimi më i mirë i mundshëm. Dhe kush është ajo çka ju bën nga deklaratat, planet të mëdha. Sot është dita për të parë më shumë maturim më tepër se sa gjërat që neve duam. Jo çdo gjë që tingëllon e madhe është domosdoshme, e qëndrueshme, por jo çdo entuziazëm duhet refuzuar. Çelësi është dallimi në sa të neve kërkojmë dhe të bëjmë. Mërkuri dhe Jupiteri ende ndihen në Luan, prandaj më të ndikuar mbetet Luani, Ujori, Demi, Akrepi të dhjetëçit të dytë. Për Luanin fjalët dhe mënyra se si flisni është me dhënd dhe ja vlen baraqiran për të bërë bisedime të rëndësishme. Për Ujorët ka të bëjnë shumë marrëdhënie që kërkojnë dialog, për Demin familja ose shtëpia që mund të kërkojnë vendime, për Akrepin një çështje karriere mund të marrë më shumë dukshmëri. Ndërkohë eklipsi diellori 12 gushtit vazhdon të jetë aktiv në sfond. Kjo do të thotë se çdo vendim i madh që merret është momenti dhe koha mjaft pozitive. Por meqenëse disa çështje të mëdha mbas datës 12, ku ende është momenti për të menduar gjithçka të qartë, eklipsit punojnë, që të kuptojmë, punojnë në kohë, ato hapin skenar, por nuk i shpjegojnë menjëherë. Marsi në Gafore e bën ditën emocionalisht më të ndjeshme. Njerëzit mund të jenë mbrojtës të familjes, të punës, të karrierës dhe të ndryshimit. Kjo ndikon sidomos Gaforet, Bricapët, Dashin dhe Peshorën, të dhjetëçit parë, ku mund të ndjejnë ndikimin më të madh që ata kanë ose përfaqësojnë në anën e punës dhe të karrierës. Por mos harrojmë se afërdita në Peshore ndihmon në diplomaci, por Marsi në